Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Sot është e premte, do të jemi bashkë si çdo ditë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Jemi në fundjavë dhe të gjithë jemi kurioz për të mësuar se çfarë parashikon moti në ditët në vijim. Për këtë kam në një lidhje direkte meteorologen e njohur zonjën Lajda Porja. Përshëndetje, kënaqësi Lajda. Presim lajme të mira nga ty sot. Si do të shkoj fundjava? E vjeshtë edhe pse le të themi që nuk është se do të kemi një fundjavë me diell. Ka pasur reshje të cilat kanë qenë të fokusuara kryesisht veri dhe qendër. Orët vijuese gjatë ditës së sotme nuk është se do të ketë reshje të shumta, do ketë momente me pikashiu, rrebeshje vetëm në zonat veriore. Ka një përmirësim të shtunën, ku pjesa më e madhe e territorit do të jetë me kthjellime, por le të themi që vranësira do t'i kemi gjithkohës prezente dhe reshje do ketë veriu, le të themi që dhe Tirana do të rrezikohet nga ai shiu shumë i lehtë të shtunën dhe të dielën më pas gjithë territori do të rrezikohet nga reshje. Është një fundjavë lagësht, një fundjavë tipike vjeshtë, por një fundjavë ngrohtë. Kemi parë që temperaturat janë rritur edhe minimalet le të themi janë edhe në zonat malore 9 apo 10 gradë, maksimalet janë 25 gradë. Sot e shtuna le të themi është 24, 25 nuk ka shumë ndryshim, 26 të dielën. Pra edhe pse do të jetë me reshje, më shumë do të jetë problematike le të themi lagështira e lartë të ajër, gjë e cila e bën motin, nëse do të flisni me zhargonin zagushi dhe bezdisje. Është mjaft zagushi dhe reshjet më të shumta, pra që do të jetë disi me intensitet mesatar në ndonjë zonë do të ketë edhe rrebeshje, do të jetë diela. E premtja dhe e shtuna nuk ka reshje problematike, e premtja orët vijuese dhe e shtuna le të themi që nuk ka. Të dielën janë të fokusuara, ka një parametër të erës i cili do jetë problematik, do ketë momente që stuvit e erës janë për disa minuta, po shkojnë edhe 60 apo 65 km/h. Kjo do të jetë edhe në det, edhe në tokë, sidomos në brigjet detare duke sjellë një det të trazuar. Nuk mund ta specifikoj një fundjavë ideale, le të themi për të frekuentuar breakdating, por është një fundjavë tipike vjeshtë që mund të shijohet për disa orë. Çfarë drama tjetër me vete sepse nuk është se ka ndonjë orë të caktuar, ka momente që vranësira zhvillohen, lëshojnë pak reshje dhe më pas kemi sërish diell, më pas kemi sërish vranësira, pra luajnë le të themi me njëra tjetrën në kthjellimet e vranësirave. Këto temperatura konsiderohen le të themi ideale për shumicën e qytetarëve. Për sa kohë do të na shoqërojnë? Kur do të vinë temperaturat e ulta, pra atë që ne e konsiderojmë dimrin? Këto janë temperaturat tipike të vjeshtës, edhe hëna kshunis ka të martën një rënje e cila zgjat vetëm ditën e martë sërish të mërkurën, nuk është është parashikuar që jo vetëm tetori, por edhe nëntori, përfshirë dhe një pjesë të dhjetori të jetë ngrohtë, pra dhe një temperatura më të larta se vlerat normale, dhe reshjet janë të shpërndara, le të themi që tetori ka pasur prezencë të reshjeve të pakta, për nga ana klimatike është shumë i lagësht dhe duhet ketë reshje, nuk i ka pasur, madje ka zona që nuk janë plotësuar kotat mujore, dhe është parashikuar që dhe nëntori të jetë pak a shumë në vimësi si tetori, të ketë ditë shumë të ngrohta, reshje më të pakta, edhe pse shpresa duhet jetë që në nëntor të kemi shumë reshje, sepse për nga ana klimatike është muaj më i lagësht, por është parashikuar që reshjet të jenë më pak prezente. Duke qenë se dhe na intereson kjo për korporatën energjetike patjetër. Do të jetë një dimër i butë ky i këtij viti? Pa diskutim. Kemi të paktën 20 apo 30 vite që përjetojmë dimra të butë, nuk është se nuk do të mungojnë ato ditët e aksarta, do të jenë ditë të cilat do të numërohen me gishtat e dorës, le të themi, do jetë kryesisht janari dhe ndonjë 3-4 ditë në shkurt dhe më pas do të kemi temperatura më të larta dhe një dimër mjaft të ngrohtë. Kemi një dimër të cunguar. Kemi shumë vite që edhe Shqipëria ka një dimër të cunguar, ka një dimër të cilët sa vine zvoglohen ditët e ftohta, sa vine dhe ulen intensitetet e reshjeve të dëborës, ndërkohë që ka patur dimra të cilat dëbora ka qëndruar edhe për 3 apo 4 javë, ndërkohë kjo nuk ndodh. Madje edhe në pranverë, po, ka patur dëbor. Edhe pse kemi një episod i cili mund të sjellë dëbor të dëndur, menjëherë pasohet me 2-3 ditë të ngrohta duke shkrirë menjëherë dëborën. Nuk është se nuk do të mungojë dëbora dhe ditët e ftohta, por do të jetë më shumë ngrohtë se sa ftohtë. Të paktën deri në fund të vitit, pra deri në fund të dhjetorit, parashikohet që të kemi shumë pak ditë të ftohta dhe më shumë të ngrohta.
Pra nuk duhet t'i nxjerrim ende ata xhupat e trash edhe palltot e bollshme, sepse mund të kalohet edhe me një pardesy ose me një xhaket ky sezon. Po, le të themi që edhe nëntori patjetër, në dhjetor ndoshta do të na duhet në një 2 apo 3 ditë, sepse janë këto fenomenet ekstreme që mund të vinë një valë ftohtë nga poliveriet, edhe pse qëndron vetëm 3-4 ditë, bën që ato 3-4 ditë ne të vishemi patjetër trash sepse ftohet më një herë. Por në përgjithësi vjeshta është parashikuar të jetë më e ngrohtë se sa normalja dhe më pak e lagësh për sa i përket rreshjeve. Lajda, të falenderoj shumë, të uroj një fundjavë sa më të këndshme. Faleminderit për gjitha informacionet që ndave. Për ju dhe ishte kënaqësi. Kënaqësi. Në këto momente do të shkojmë në Francë, atje do të kemi në një lidhje direkte zotin Selam Hajerizi. Mirëmëngjes, zoti Hajerizi, kënaqësi t'ju kem në Breaking. Përshëndetje Fjora, kënaqësit jam mes jush. Ndërkohë do ta nisim me Sarkozy. Pam disa pamje që janë vërtet mbreslënse, kanë shkaktuar reagime të shumta, mënyra se si u përcoll për në ambientet ku do të vuaj dënimin ish presidenti francez, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Carla Bruni, nga të afërmit e tij, ndërkohë që në ambientet ku do të vuaj dënimin u përball me një tjetër pritje. Po, ishin pamje ndoshta spektakulare dhe disa thonë të orkestruara nga ekipi i tij dhe ai, ish presidenti Sarkozy natyrisht është duke vajtur burgun në burgun La Santé në Francë, ishin fëmijët e tij të cilët e kishin organizuar një orkestër të tij, përcjellje të tij, dhe ata kishin bërë thirrje tek opinioni publik që të vinë, do të thotë, ditën e martë, ditën kur ai do të futej në burg për herë të parë për një ish president francez në historinë e Francës, dhe kjo ishte me të vërtet një ditë të jetë mediatike këtu në Francë. Dhe që vijon, zhurma mediatike vijon, duke komentuar edhe natën e parë të Sarkozy në ambientet ku po vuan dënimin, duket sikur e gjithë vëmendja mediatike është përqendruar pikërisht tek ai ambient. Kurioziteti i jashtëzakonshëm i qytetarëve. Po, është vërtet, dhe sidomos ka dhe polemika ku ai përqendron të ketë dy roje, 2 trup roja të sigurimit me vete 24 orë afër tij. Kjo ka ngjallur shumë polemika në opinionin publik në Francë, sepse natyrisht mediat dhe opinioni publik mendojnë se zoti Sarkozy është duke u trajtuar pak më ndryshe se të gjithë është më i privilegjuar se të gjithë burgosërit të tjerë. Edhe pse drejtori i burgut La Santé e ka shpjeguar se një gjest i tillë është për sigurinë e ish presidentit Sarkozy, duke pasur parasysh se ai ishte me një status të veçantë si ish president dhe mund të ketë kërcënime, gjë që ka pasur duke ardhur në burg. Disa ish të burgosur të tjerë kanë mbrohuritur me kërcënime ish presidentin Sarkozy dhe kjo ka ringjallur një polemik gjatë këtyre ditëve se pse të ketë roje 24 orë dhe të mos, edhe pse ai është i izoluar në burgun La Santé, nuk ka afër tij asnjë i dënuar. Pra s'ka kontakte me të burgosurit e tjerë? Jo, absolutisht jo. Dhe kjo veçohet që të jetë sipas drejtorit të burgut La Santé, një shkas tjetër sigurie duke pasur parasysh statusin e ish presidentit. Dhe përsa i përket mënyrës se si stafi i Sarkozy po e përdor në thonjza gjithë këtë situatë, ju si ekspert, si e shihni? Sigurisht që Sarkozy është në moshën 70 vjeçare, ndoshta nuk ka ndërmend që pasi të kryej dënimin të rikthehet jetës aktive politike, por gjithsesi fakti që i jepet kaq shumë vëmendje mund të ketë një prapaskën, apo jo? Mund të fshihet diçka.
Jo, absolutisht sa i përket karrierës politike, ajo është munduar të rikthehet shumë herë në të kaluarën dhe nuk ka arritur. Jo, flas tani që është i dënuar, që duhet të qëndroj 5 vite në burg. Jo, me të vërtet, ai nuk ka asnjë ambicie politike, nuk mund të rikthehet dhe sondazhet në opinionin publik janë tejet negative për të. Zakonisht për çdo ish president apo president, sondazhet janë shumë negative në Francë. Mirë po, e vërtet që gjithë kjo prapaskenë është orkestruar më shumë që të sigurohet para opinionit publik pak a shumë një lloj pafajësie e tij dhe një lloj viktimizimi, se unë jam mos të harrojmë se ai ka marrur me vete 2 libra që kanë ngjasur polemika, është libra Monte Cristos të shkrimtarit Alexander Dumas, ku heroi është Edmond Dantes, një hakmarrës i cili rikthehet me një hakmarrje pasi që është dënuar pa drejtësisht në kohën e revolucionit. Pra ka zgjedhur një simbolik të veçantë për të përçuar dhe mesazhe. Një simbolik të veçantë, mirë po natyrisht nuk kemi të bëjmë me një aferë të tillë. Zoti Sarkozy shumë herë ka tentuar që t'i akuzojë të gjithë gjykatës dhe prokurorët që janë kundër tij, që ai është një lloj viktime, pak a shumë si Edmond Dantes i librit Alexander Dumas, apo sikur Dreyfusi, generali Dreyfus në kohën e luftës parë botërore, që është akuzuar padrejtësisht për kolaboracionizëm me gjermanët. Mirë po, të gjitha këto i kanë hedhur poshtë prokurorët dhe magjistratët e Parizit, sepse ata kanë qenë rreth më shumë se 60 hetues që kanë bërë hetime drastike për dosjen. Që kanë zgjatur në kohë të shtrira. Po, absolutisht në dosjen me ish presidentin libjan Gaddafi dhe në kohën kur ish presidenti Sarkozy ishte munduar të influencojë dhe të tentojë me ekipin e tij që të marrin do të thotë holla të jetë të mëdha me miliona euro për mbledhjen e fushatës së vitit 2007-2012. Dhe përsa i përket qëndrimit të presidentit aktual Macron në lidhje me këtë zhvillim, do doja një koment. Kjo ka ngjallur shumë polemik, sepse presidenti Macron e ka ftuar të premtën e kaluar presidentin Sarkozy në Elize në formë pak a shumë diskrete. Gazetarët nuk e kanë ditur një herë, do të thotë 4 ditë para ai se të futej në burg. Dhe presidenti Macron nga Ljubljana, ku ishte me kryeministrin sloven, është shprehur ndaj një gjesti të tillë dhe ai e konsideroi si një gest humanist që ishte i detyruar të ftonte ish presidentin Sarkozy si një ish koleg, ish pasardhës i tij për shkaqe humane dhe gjeneroze, dhe presidenti Macron e rikonsideroi natyrisht se pavarësia drejtësisë mbetet thelbi i demokracisë në Francë dhe nuk ka asnjë ndërhyrje nga presidenti sa i përket pavarësisë së drejtësisë, mirë po ishte vetëm një gest human që pak a shumë ka shkaktuar të jetë bujë mediatike në Francë, sepse zakonisht një president nuk e thret ish presidentin e burgosur apo të dënuar politikisht. Mirë po më shumë ka ngjallur edhe deklaratat e ministrit të drejtësisë, zoti Gérald Darmanin, i cili ka theksuar se do ta vizitojë në burg ish presidentin Sarkozy. Gazetari Benjamin Demel e pyeste shumë herë se vizitoni. Cila është arsyeja që e vjen një ish president, kurse jo të burgosurit të tjerë, të cilët janë të rëndomtë. Po ai u përgjigj se i viziton gati të gjithë, ka raporte me ish presidentin Sarkozy të jetë të mira dhe njihet qysh moti nga partia e djathtë republikane. Duket sikur të gjithë po e shfrytëzojnë nga pak këtë moment. Po, politikanët të cilët janë nga qarku i partisë së tij, zoti Darmanin është një partijake ish
partisë së presidentit Sarkozy, Le Républicain, dhe ai shfrytëzon. Dhe mandej pak a shumë disa nga këta protagonistë, sidomos Zoti Dormanan, kanë ambicie politike për vitin 2027, sepse janë zgjedhjet prezidenciale. Po, patjetër. Dhe të gjithë e presin me padurim 2027-ën. Dhe për Zotin Darmanin, ministrin e drejtësisë, i cili flitet se do të kandidoj për president francez, edhe pse në sondazhe është shumë keq, se është një lojë politike që ta vizitoj ish presidentin mirë po... Për konsum politik, pa diskutim. Po, mirë po natyrisht janë polemika që rrinë gjallë opinioni publik dhe mediat franceze i kanë trajtuar me seriozitet. Zoti Ajrizi, me që jemi tek presidentët, problemet e brendshme në mënyrën se si po zhvillohet politika në Francë duket se e kanë zbeur edhe ndikimin e Macron në Bashkimin Evropian. Po lexoja mbrëm teksa përgatitesha për të realizuar intervistën me ju, tabloidet të ndryshme dhe njëri prej tyre kishte guxuar ta konsideronte Macron me shumë shpirtra, me 7 shpirtra, sepse gjithmonë ja del që të siguroj vota për të zgjedhur kryeministrin. Ne nuk e di mende, duket si një puzzle që duhet plotësuar se çfarë do të ndodh në jetën politike franceze, por Macron ja del gjithmonë me anë të mekanizmave të ndryshëm që të qëndroj në pushtet. Sa jetë gjatë do t'jetë kryeministri i radhës? Kjo është një pyetje vështirë për të përgjigjur sa e gjatë, sepse deri më tani kemi të bëjmë me 7 kryeministra të zëvendësuar. Ndoshta me këtë numër lidhej edhe tabloidi që thoshte me 7 shpirtra. Absolutisht do të thotë mandati i dytë i presidentit Macron, i cili nuk është hasur në një mazhorancë në zgjedhjet parlamentare, por ai i ka fituar zgjedhjet prezidenciale, dhe sidomos kushtetuta dhe republika, mos të harrojmë se jemi në Republikën e 5 franceze. Kjo është Republika e 5 e vitit 1958, e themeluar nga General de Gaulle, personazhi historik kryesor i Francës, dhe kushtetuta nuk ka lëvizur nga viti 1958. Do të thotë presidenti i ka të gjitha pushtetet, edhe pse ai e formon kryeministrin dhe qeverinë, presidenti e ka pushtetin pothuaj absolut në Francë, edhe është i zgjedhur i sovran i popullit, dhe kjo nuk ka ndryshuar. Mirë po e vërtet se presidenti Macron është një politikan jashtëzakonisht i zgjuar, ai është zgjedhur në 2017 në formën më spektakulare të mundshme, nuk ishte absolutisht favorit i sondazheve, dhe në skenën po ashtu ndërkombëtare ja arrin të ketë një pozitivitet shumë më të lartë sesa në skenën kombëtare. E vërtet që Sébastien Lecornu, kryeministri aktual i Francës, deri më tani i ka shpëtuar censurës dhe votës mosbesimit ndaj tij, mirë po a do t'i shpëtojnë në vitin 2026 me reforma drastike, reformat e pensioneve, reforma tjera ekonomike. Franca ka një situatë ekonomike të shëndosh, mirë po me shumë turbulenca. Luhatje, e vërtet. Absolutisht luhatje ekonomike, paka inflacioni, rritja çmimeve e tjera, zhvillimi ekonomik i infrastrukturave dhe sidomos debati i reformave të pensioneve është në Francë një debat i cili ka ringjallur gjitha krizat politike qysh nga rizgjedhja e presidentit Macron në vitin 2022. Mirë po mos të harrojmë se shpërbërja e parlamentit e vitit 2024 ka qenë thelbi i të gjitha problemeve ndoshta që deri më tani është hasur presidenti Macron me mazhorancën parlamentare në Francë në këtë periudhë. Dhe sa i përket ndikimit në Bashkimin Evropian, mënyrën se si Macron ka krijuar qasjen, sidomos ndaj konfliktit Ukrainë-Rusi, alarmet e her pas hershme që u
u lëshohen qytetarëve francez, alarmi i fundit që vjen nga politika franceze është duhet të bëhen gati spitalet, jemi përpara një lufte, ka stërvitje të ndryshme ushtarake në NATO, pra qytetarët jetojnë në një alert të vazhdueshëm. Bëhet edhe për të justifikuar të gjitha financat që janë derdhur për sa i përket mbrojtjes, gjë që nuk ka ndodhur më parë, vinë pas presionit të presidentit Trump, apo ka një rrezik real? Si e përjetojnë qytetarët francezë? Mund të themi që ndoshta sa i përket spitaleve janë pak a shumë spekulime, janë gjëra që nuk janë të vërteta. Nuk ka një alert maksimal. Janë lajme që qarkullojnë, po. Janë lajme që qarkullojnë që jo dhash. I vetmi lajm serioz mund ta kemi nga General Majori, kryesori i armatës franceze, i cili para disa ditëve ka paralajmëruar se eventualisht Rusia mund të jetë rrezik gjatë 3-4 viteve në vijim për Francën. Do të thotë të vetmin alert e ka bërë General Majori, kryesori i ushtrisë franceze, që Rusia është një deklarat domethënse, po gjatë 3-4 viteve. Mirë po sa i përket spitaleve e tjera, ato nuk janë të vërteta. Janë spekulime. Po janë spekulime, nuk ka panik absolute në Paris, mos të harrojmë që Franca posedon armën bërthamore dhe mbrojtja bërthamore e Francës që gati është e vetmja në Bashkimin Evropian që ka më të lartën, e mbron nga e gjitha kriza globale dhe mirë po e vërtet që debati i luftës Ukrainë-Rusi është i përditshëm në Francë. Presidenti Macron dhe ministri i tij i punëve të jashtme Jean-Noël Barrot janë tejet angazhuar në konfliktin Ukraina-Rus, po ashtu edhe në konfliktin në lindjen e mesme natyrisht, mirë po për presidentin Macron është tejet e rëndësishme që Ukraina ta fitojë luftën, sovranitetin e saj dhe po investohet. Dhe pak a shumë ta shpëtojë edhe BE-n dhe Europën, sepse e konsideron që nëse Ukraina e humb luftën ndaj Rusisë, është fitore e madhe e regjimit të Putinit dhe mund të ketë shkaqe shumë të larta, rreziqe shumë të larta edhe për Europën dhe Bashkimin Evropian në të ardhmen. Dhe në fund të bisedës doja të kalonim tek një ngjarje mjaft e bujshme, një grabitje që është konsideruar spektakolare në Muzeun e Louvrit, ka shkaktuar polemika të shumta, reagime të shumta përsa i përket sigurisë në këtë muze që normalisht mbart vlera të jashtëzakonshme, një humbje shumë e madhe. Po, humbja ka qenë Ndërkohë që dita ditës dalin detaje, grabitësit janë larguar me monopatina, duket se kanë patur gjithkohën e mjaftueshme për të vepruar të qetë. Çfarë ka ndodhur realisht dhe ka persona që do të vihen përpara përgjegjësisë në lidhje me këtë ngjarje? Besoj se po, natyrisht kjo ishte një ngjarje spektakolare në galerinë Apollon, sidomos. Mos të harrojmë se Louvri është një ndër muzet më të vizituara në botë. Në fillim ajo është bërë për vizitor vetëm që ketë 4 milion vizitor, kurse tashmë ka rreth 9 milion vizitor që vizitojnë Louvrin. Dhe kjo është një ngjarje jashtëzakonisht spektakolare dhe shumë e vjedhjeve është mbrëm është bërë ditur se kemi të bëjmë me afro 88 milion euro që janë grabitur në bizhuteri historike në Louvre. Sidomos bizhuteria e perandoreshës Eugenie, bashkëshortja e Napoleonit III. Mos të harrojmë se francezët janë shumë të lidhur me fundin e monarkisë, se perandoresha Eugenie i përket fundit të monarkisë franceze dhe fundit të revolucionit. Ka mbart një vlerë të jashtëzakonshme historike. Po, ka një vlerë shumë të lartë historike. Është intervistuar drejtoresha dhe presidentja e Louvrit, Laurence Descraques, nga komisionet e ndryshme, komisioni për senat dhe komisioni parlamentar për kulturën dhe trashëgiminë.
ajo është vërë paka shumë në vështirësi nga senatorët dhe parlamentarët, edhe pse drejtoresha dhe presidenti i Luvrit ka alertuar që disa vite që siguria në Luvr nuk është e mjaftueshme. Kjo ka ringjallur paka shumë një debat publik në Francë, kërkohet llogaridhënia nga opinioni publik edhe nga Ministria e Kulturës Rashida Dati, e cila ka qenë të jetë mediatike në këto ditë dhe është një kandidate potenciale e Komunës të Parizit për vitin 2026. Mirë po, vjedhja në Luvr ishte atë spektakulare që 4 persona të hynë në Galerinë Apollon me shkallë të futen nalt dhe të mbledhin ata gjithat mas milionshë dhe thotë 4 dyshuar kryesor? Po, ka 4 të dyshuar kryesor. Ministri i Punëve të Brendshme Laurent Nunez deri më tani nuk i ka bërë publike të dyshuarit. Sipas informacioneve, një nga të dyshuarat, që është një zonjë, është neutralizuar në Spanjë. Të paktën kështu raportojnë mediat. Mirë po, zonja neutralizuar në Spanjë, siç duket, nuk ka të bëjë me Luvrin, por me vjedhje tjetër që ajo ka ndodhur në Spanjë. Mirë po, flitet që kamerat e Luvrit kanë parë, se cilët janë ata 4 persona dhe Ministria e Punëve të Brendshme dhe shërbimet sekrete janë duke kryer hetimet tënde dhe besoj se natyrisht që do t'ja dalin t'i gjejnë, sepse Franca ka një shërbim sekret në Ministri i Punëve të Brendshme jashtëzakonisht të nivelit të lartë. Mirë po, e vërtet që vjedhja e Luvrit ka ringjallur debat të madh, sepse hera fundit që La Joconde është munduar të vjedhet ishte në vitin 1911. Po, dhe kjo një gjë e tillë nuk ka ndorë të çelkate 114 vite. Si qëllimi asë kohe ishte tjetër dhe duket se shërbeu për diçka edhe ajo grabitje asë kohe, sepse i rriti vlerën shumë fish asaj vepre, ndërkohë që nuk kemi të bëjmë të njëjtën situatë. Jo, natyrisht jo. Madje dhe thirrja e autoriteteve kjo është për grabitësit, që nëse ju do t'i dëmtoni, do t'i shkrini, nuk do të kenë vlerën historike që bijuteritë që ju keni grabitur mbartin realisht. Absolutisht, kështu është përfolur nga gjithë protagonistët dhe natyrisht që vjedhja e vitit 1919 ishte vetëm një transferim i La Jocondes në Itali, por është rikthyer në Francë në vitin 1914 dhe nuk ka të bëjë asgjë me historikun e vjedhjes së grabitjes së ditëve të sotme. Zotja Irizi, ishte kënaqësi biseda me ju. Shpresoj t'ju kem sërish në Breaking. Ishte kënaqësi gjithashtu për mua, Fjora. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit. Ishim me zotin Selama Irizi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, direkt nga Franca për një bisedë në lidhje me zhvillimet e fundit në Francë. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.